Në fakt, kemi disa seanca që kemi në raportim institucionet e pavarura të këtij shteti. Një sjellje e çuditshme e mazhorancës, e qeverisë është e përsëritshme, por sot shikoj dhe të kolegëve deputet të mazhorancës, kur kanë raportuar institucionet e tjera të pavarura, madje jo vetëm keni qëndruar këtu, po jeni munduar të bëni dhe avokatinë e disa institucioneve, sidomos kur ishte drejtuesi i SPAK-ut, disa kolegë të mazhorancës edhe duartrokitën, madje harruan që edhe këto institucione nuk janë organizata partnere të Partisë Socialiste, po janë pjesë e shtetit, janë institucionet pavarura të shtetit, ashtu si dhe kontrolli i lartë i shtetit që sot po raporton këtu me seriozitet. Madje, më lejoni të shtoj që është i vetmi institucion që po qëndron edhe gjatë diskutimeve që bëjnë deputetët e parlamentit. Institucionet e tjera, me njëherë pasi kanë mbaruar raportimin, janë përgjigjur disa pyetjeve në mënyrë të përcipt dhe me njëherë janë larguar, se u keni dhënë leje që mund të largoheni, mund të ikni, që në fakt duhet jetë e detyrueshme për të gjithë drejtuesët e institucioneve që të qëndrojnë në sallën e parlamentit derisa të mbarojë pika e rendit ditës ku ata raportojnë, marrin përgjigjet e pyetjeve dhe diskutimet e deputetëve. Gjithsesi, sot diskutimi i raportit kontrollit të lartë të shtetit vjen në fakt në fazën më kulminante të degradimit të shtetit të bërë njësh me pushtetin tuaj. Dhe ky raport vjen kur numri 2 i qeverisë është zyrtarisht e pandehur nga SPAK dhe mbi të dhe varësit e saj rëndojnë akuzat e rënda të shkeljes së ligjit dhe të tenderave dhe prokurimeve. Madje kaq shumë mund të jenë shkeljet në ministrinë e zonjës zëvendës ministre, sa SPAK është më mirë t'i vëj një shirit rrethus godinës dhe pastaj të filloj të nxjerrë ata pak që mund t'jenë të papërlyer brenda. Por morali politik, përgjegjësia para ligjit dhe llogaridhënia publike janë koncepte që ky pushtet i këtij kryeministri nuk i ka pranuar kurrë dhe me të njëjtin variant, me heshtje, vijojnë ta injorojnë edhe skandalin e shkeljeve të bashkëpunëtores të tij më të afërt, të zëvendës kryeministres. Jo vetëm si opozit, por për gjithë shqiptarët, kërkojnë që kryeministri të marrë përgjegjësinë më minimale duke shkarkuar zonjën në fjalë, si dhe ajo të dorëzojë imunitetin. Por a mund ta bëjë një gjë të tillë ky kryeministër? Duket se e ka të pamundur. E ka të pamundur sepse është vetë ai autori i kësaj afere, ashtu si dhe shumë afera të tjera. Zëvendësja e tij është deri në fyt, por s'është gjë tjetër veç se masha e tij. Gjithsesi, çështja për të cilën po flasim lidhet me një institucion i cili të paktën ka mbetur ishull i izoluar në rezistencën për të bërë transparencë me fondet publike. Njëherësh, KLSH e angazhuar seriozisht për të kryer hetim të pavarur të skandaleve të qeverisë, si në nivel qendror, ashtu dhe në atë lokal. Vlerësoj punën e institucionit dhe raportimin serioz të kreut saj në komisione, si dhe këtu në seancë. Veçanërisht vlerësim për hetimin e thelluar të shkeljeve në sistemin e shëndetësisë, çështjen e pagesave të inceneratorëve, atë të Bankers Petroleum dhe disa të tjera si këto. Nga ana tjetër, inkurajoj KLSH-n dhe ekspertë e pavarur të vijojnë me profesionalizëm dhe panshmëri misionin e tyre edhe kur përballen me rezistencën e institucioneve dhe zyrtarëve që nuk u pëlqen transparenca dhe llogaridhënia. Nderuar qytetarë shqiptar, abuzimet e rënda që evidenton KLSH veçanërisht me buxhetin publik në shëndetësi dëshmojnë jo vetëm filozofinë e korrupsionit, por dhe qasjen krejtësisht antihumane të kryeministrit dhe ministrave të tij ndaj shëndetit të qytetarëve shqiptar. Së fundi po lexoja për mungesë tjetër ilaçi në procesin e kimioterapisë, gjë që ka shkaktuar bllokim të këtij protokolli të kurimit. Dhe në fakt, edhe në disa mesazhe që ka marrë dhe të dhëna nga 2-3 sëmur me tumor në fier kanë konfirmuar mungesën e ilaçeve. Kjo situatë është e papranueshme, aq më tepër kur skandali i zëvendës kryeministres evidentoi edhe një herë babëzinë pa fre në tavën e pushtetit. Medalja në anën e pushtetit shfaq një grua, një nën, një politikane, e cila abuzon me miliona euro. Nga ana tjetër e medaljes dëshmohet varfëria, pamundësia dhe braktisja e grave vajzave dhe nënave të sëmura me tumor që askush nga shteti nuk u zgjidh hallin. Abuzimet e evidentuara nga KLSH-ja
në sistemin e shëndetësisë, theksojnë shkeljen e dhënies së pagesave për shërbime që nuk janë kryer nga koncesionarët. Raportimi i shpenzimeve ka tejkaluar buxhetet e miratuara dhe detyrimet janë likuiduar në kundërshtim me përmbajtjen kontraktore. Ose në rastin e dializës, shërbimet janë kryer me vëllime më të ulta se projeksioni. Shëndetësia, investimet publike në infrastrukturë dhe energji, si dhe bujqësia, vijojnë të mbeten sektor problematik dhe në shkelje dhe abuzime. Kolegë deputet, Shqipëria vijon të mos kaloj testet të rëndësishme të reformave për integrimin, pavarësisht të retorikës goditëse të Ramës për Shqipërinë europiane të 2028 apo 2030. Realiteti i varfërisë dhe i papunësisë është tjetër gjë dhe ai diellës së kryeministrit është një gjë tjetër, është fasada e pushtetit. Në renditjen e përgjithshme të indeksit sundimit ligjit 2025, Shqipëria renditet në vendin 87 nga 143 vende. Vendi mbetet ndër të fundit në Ballkan, duke lënë pas vetëm Serbinë në vendin 96, ndërsa Malizi performon shumë më mirë. Në fund të fjalës më lejoni të theksoj mbështetjen për këtë punë serioze të kontrollit lartë shtetit dhe me besimin se kryetari Shehu duhet të depozitojë dhe do të depozitojë edhe më shumë kallëzime për zyrtar të korruptuar të kësaj qeverie dhe kësaj mazhorance. Faleminderit. Faleminderit zoti Baçi. Fjalën e ka zoti Erion Braçe, 10 minutat, përgatitet zoti Eno Bozdo.